saga e mbaron. Po kjo është histori e një sage tjetër. Kjo histori e prek secilin nga ju. I prek edhe ata atje. Kjo është historia që kur nuk mbaron. Drive Me Crazy në Klam Radio dhe KTV. Përshëndetje për gjithë juve që shoqoni me Klam Radion dhe me Koa Vizionin. Po shpresojmë që e keni pas ditën e mirë, shumë suksesshme. Po shpresojmë që krejt e keni një koleg ose kolegë të mirë që ju shekon më në këtu në studio, e cila ju ndreq domethënë ditën natën, edhe ju jep komplimente ka cilni. Nëse se tash çka kam thonë realisht është nuk bën as më për. Po çu s'bën? Jo. Mos gabo. Përshëndetje të gjithëve nga do që më na ndiqni në këto momente. E po, me pas kolekt mirë është bekim në vete se puna me pas, mirë thati me pas. Me pas, por ja që dikush se ka, kështu që puna të shkon mirë, atmosfera është e mirë, edhe të shkohet në punë me qef. Po fatkeqësisht dikush nuk e ka këtë. Jo maj që e ka. Kush ka kolekt mirë botën ka. Edhe sot kena me qenë bashkë për 2 orë si çdo ditë tjetër me një tjetër temë që e ka përzgjedhur kolegu im natyrisht këtë javë zgjuar në krahun e djathtë. Edhe për na i përzgjedh temat, kështu që sot po e dëgjojmë temën e prezantuar nga Arsim Limoni. Më fillimisht mos harroni me na tregu fotot, se është shumë e rëndësishme na tregu për ato pjesë të ngarkuara, apo dojna me ditë apo jetoni për veten apo për tjerët. A më bënu të sinqert. Na i patëm do përgjigje se e kena një farë grupi me Koa Vizion në aty, edhe fillu me dhez përgjigjet. Por na po presim prej juve me na tregu se a jetoni për vete apo për dikon tjetër. Ajo ka ndodhur në me jetu për dikon tjetër në një moment. Ka gjasa, po që dikush ka jetu ndryshe për një kohë dhe tash jeton ndryshe. Kështu që edhe këto përgjigje pranohen. Ja ta njerët dhe si ka ndodhur ky transformim, po dojna me ditë. Çka ka ndodhur që të ka bë me ndryshu. Te shohim transformimin e ri të era i strefit. E drejt pedente. Lidhe mirë, edhe birë nga ka dole. Hajde. Kontra koga në këto momente. E gjithashtu me kolone keni edhe pjesën poshtë vetërnikut deri tek rrethi duplex. Në këto momente është pjesë e ngarkuar me kolon. Këto janë dhe informatat e para që kanë arrit në 049978 që na kena me i prit për gjatë tonë emisionit. Edhe në pjesën e dytë, po edhe në pjesën e dytë na vazhdojna me i prit pedim, apo? Jo, okay. Edhe njerë po e përsëris temën për ju që sapo jeni kyç në shtanë në radio tona, edhe po duam ju falenderoj kështu përzemërsisht që jeni me Klam Radio në këto momente. Ju falenderojmë shumë që na dëgjoni gjithmonë edhe për gjithë fjalët e mira që na i thoni gjithmonë. Apo jetoni, apo jetojmë. Çka po thon? Kur livrit e kamerës. Alo, përshëndetje. Apo jetojmë për vete apo për të tjerët. Alo, kush na përgjigjet? Përshëndetje. Përshëndetje, kush telefonon? Edhe si po kaloni apo lodhi. Mirë, faleminderit, a do nu prezanto apo jo? Nga që më marr naftë më lirë, shkonin në Gjilan, gjitha pumpat e kanë për 10 cent më lirë. Në Gjilan? Se po thunë në Gjilan? Gjitha pumpat, se gjia thunë pse, vetë në Gjilan është nafti benzina më lirë se gjithë Kosovë. Nëse unë i tregova ku është qytet, tash për Gjilan tek qyrim shtash. Po mirë, unë veç po tregoj, kështu kur do të më marr naftë më lirë dhe shkon në Gjilan. A mos je i Gjilanit ti? Rrugën Markese në Kosovë është rruga Pej Kuqisht. A mos je i Gjilanit tregom? Jo, për betun jam i rrugur. Se qyshe e the, do më thonë unë pëlqej varianta me shku dhe në Gjilan me marrë derivate, me alirë, tani me shku me vizitu Gjilanin, mireni se shta unë pëlqej. Për me marrë kërën edhe me dalën rrugën Markese në Kosovë, e ke Pej Kuqisht. Pej Kuqisht për ata që dojnë do më thonë me bogë. Për ata që dojnë me shku për bogë. A ka pas naj premtim që ka më rregulluar rrugë? Po ka premtim, po s'ka kurrë. Për kur e di që s'ka, po mendoja ka pas premtim të paktën. Na ka premtuar kryeministri për diku një 17 milion, po ta shohim. Apo bëhet kryeministër ajo. Apo jetojmë për vete apo për të tjerët? Çka mendon ti? Deri në moshën 30 vjeçare, se jam kon fëmijë, kom jetuar ndoshta për veti. Kur jam rrit pak, kom jetu me ndihmu prind. Kur kom bë 30 vjet, i kom bë fëmijën e mi, deri sot kom punu për fëmijët mi. Edhe e kom llogarit një jetë shumë pak jo të mirë. Se nëse llogarisim sot 100 vjet, as këto më konë une, as fëmija e mi, as fëmija e fëmijëve mi. Tu që sot 100 vjet vjen një gjenerat krejt tjetër. E harruar, dhe dikun.
e sholla e lom do një shajt mirë që të përdorëm vetë për të mirë. Kurse me çdo kushte si kem sot, pak më të mirë jem të lëm këtij veni. Okej, faleminderit shumë për telefonatën, edhe për informacionet besam. Hajde gjithat mirat. Pristinaticket.net, operatori më i madh në aeroportin e Prishtinës, ju pret me i rezervu biletat për cilat do të destinacionet që keni me fluturu drejt Gjermanisë, Zvicrës, Slovenisë, Suedisë, Luksemburgut, apo edhe në Paris mund shkoni direkt nga Prishtina. Çka përfitoni me rezervimin e biletës? Ju ftoj me hyrë në website të Prishtina Ticket ose edhe përmes rrjeteve sociale, aty keni sqaruar krejt, keni shumë operator, shumë numra telefonit, pothuajse nga krejt Evropa për me telefonu me marrë më shumë informacione nëse doni. Alo, përshëndetje, telefonata e radhës. Përshëndetje Arsem, përshëndetje Fiona, mirëveti. Përshëndetje, mirëveti, si kalon? Mirë, faleminderit, ju si jeni? Mirë, faleminderit. Unë ma mirë sot se Fiona. Ashtë edhe po vrejet, apo kupton? Gjithmonë jeni mirë, gjithmonë jeni mirë. Oj mirë vet. Urna. Apo jetën për vete, apo për dikon tjetër? Unë personalisht jetoj për vete. Do më thonë, atë ka ndodhë në erë me jetu për dikon tjetër. Ai zotnia më fillim më pëlqej shumë. Po. Buni një farë të lidhje interesante. Fillim ka disa vite po tash jetoj për vete. Qëta është ja ke njës, do më thonë me jetu për vete. S'po t'intereson kërkush sheq, jetu e boj jetën tone. Po, qashtu. Po më vjen shumë mirë. Faleminderit shumë që na ke thirrë. S'ka pse. Edhe po të përshëndesim shumë edhe të fola krejt shqiptarëve atje. Faleminderit që tash ti kalosh mirë. A bën një sharim të vogël? Jo. Se e kam unë Enza home. E kam Enza home. Enzën, edhe unë them sharimin mandej. Tani bën sharimin, mund është në atë farë kondin e mirë, po bre jo. Në atë kondin e mirë se të vinë me dhniben të matë mira. Edhe sharimet të mira. Po normal që apo me nënti. Dhom gjumi, tavolin grënje, mund është mi përzi, do më thonë mi bo që dush atë kondin me shku me zgjedh prej shumë mobiljeve atje edhe me bo një set mrekullushëm, te Enza Home edhe me përfitu deri në 50% zbritje. E që kjo 50% zbritje ta bjen, do më thonë, me një herat mendimin, apo kupton? Ma të mirë, kështu që shkoni te Enza Home në Çaklavic kilometrin e 6 ose Enza Home Kosovë në rrjetet sociale, nëse ju doni me përcjell përmes rrjeteve sociale. Dhe isha me thonë këtë pjesën kur po jetojmë për të tjerët, pyetja do me thonë që është e shtrume, po mendoj që edhe unë edhe ti nuk kemi referuar në atë se apo jetojmë për fëmijët, për familjen, për prindrit. Ideja është apo jetojmë në bazë të rregullave të tjerëve ose apo jetojmë në bazë të pritshmërive të tjerëve, do me thonë se njerëzit të rrisin ose presin prej teje që ti me qenë, me usjell, me jetu në një farë mënyre që ata mendojnë që është e duhura. Edhe a jetojmë na në bazë të pritshmërive pra të tjerëve apo jetojmë jetën ashtu që dojmë na vetë. Besa apo jetojmë pak për Instagram, për Facebook. Apo tash e kemi edhe këtë opsion ekstra, apo jetojmë na për Instagram, apo jetojmë na për komentet të tjerëve, apo jetojmë për thashëthëmit të tjerëve. Alo. Mirdita, kush telefonon? Rakipi për Gjermanie. Si jeni? Kjo pyetje është për mua e cila ma shpon zemrën. Hajde, pse po thu kështu Rakip? Unë jetoj për nipin i cili ka lind 6 javë mas vdekjes babës. Ashtu që ai nuk e ka pa babën e vet. Okej, edhe ka qenë një moment emocionues apo jo? Shumë. Edhe ma keqja para një viti ose 14 muaj i ka vdek edhe nona. Ashtu që ai ka me të ndurët e mia. Një arsye për me bos një jetë ma gjatë. Bukvalisht po jetojshe për nipin. Unë jetoj vetëm për ten, po i kam 75 vjet, kush e di se sa muj me jetu alo. Urojmë të kesh jetë gjatë, të shëndetshme, mbi të gjitha, edhe me pas energji, me pas fuqi, me rrit nipin, edhe faleminderit shumë që na telefonove, edhe më vjen keq shumë për çka të ka ndodhur ose çka të ka sjell jeta. Kjo pyetje janë për mua. Sikur ku ta shpojë ti kush zemrën. Të përshëndesim e të përshafojmë shumë, se na emocionove. Faleminderit. Ju kam thirr vetëm kur janë temat për mua. Faleminderit shumë. Ju përshëndes shumë. Po, më e mend edhe herën një temë, një pyetje tjetër që kena pas edhe është paraqit zotnia dhe na ka treguar për këtë rast që po është rast i rëndë. Përndryshe ju qeni në komunikacion, po vazhdojmë, po presim informata me na tregu për ato pjesë më të ngarkuara se ku janë tani. Për momentin është e ngarkuar Fushë Kosova, po shihet me kolon nga zona industriale deri tek rrethi i Fushë Kosovës. E ngarkuar është edhe pjesa
poshtë Veterniku deri tek rrethi i ambasadës amerikane, pastaj ka kolon rruga Tirana në drejtim për tek rrethi brapa stadiumit Fadil Vokri. Hysi e ka dhënë përgjigje interesante, mesazh hyjësh pjesën e dytë pedente. Edhe bashkë kisha pas shef me thirrë dhe me dhënë një përgjigje kështu, se që kjo përgjigje pesëzon që interesante, që nashta kishu mujt me diskutu pak më gjatë. Edhe mos harroni kur po thirrën telefon janë dy telefona i marrim, edhe në Viber edhe në telefonat, kështu se e posh që din sikur e nisa kanë herë, po më duket të dhaj që kem Viber u përgjigj, përderisa na e na kanë tu fol, edhe ka thonë çka po thojnë më rekta pse s'po folin çu po thonë ne. Nëse 049978 është krejtësisht i hapur edhe pret informatat e juaja, e hapur është edhe oferta tek Toyota atje tek Auto Trade për juve që doni me shku me përfitu zbritjen veturat e mrekullueshme Toyota në disa super modele keni atje zbritje edhe i gjeni në stok besa, edhe çka është shumë e rëndësishme se secila vetur Toyota vjen me 10 vite garancion. Auto Trade e gjeni në Çaklavic, edhe aty mundni me shku edhe me boni test drive edhe me marr më shumë informata për juve që po mendoni me ndru veturën ose mu bo me një vetur 3, pse jo. Alo, përshëndetje, telefonata. Mu bënëm 3. 4. Kja është e shitë dhe këta tjetër. Përshëndetje. Përshëndetje, kush përna përshëndet? Boci për Mitrovice. Hajde Bac, a mujtë a u lodhe? Boci, a je mirë? Boci, si e si kalon? Se dyar Baci. Ma të mirit më botë, mrekullu shumini. Faleminderit, ljum goja. Pashat mollin zot me juve gjithmonë rafshilje, 9 muaj gjys ju kom përcil, pe një veni ku s'ko mujt me ju marë. Me rëndësi dhe më thani e kanë me neve, me rëndësi e kanë me neve, që është me rëndësi? E qka bones që shkove atje 9 muaj gjys? Temen e keni shumë të mirë. Hajde, apo jeton për veti, a për dikon tjetër? Pasha ty tim, unë më nëna për veti. Do më thonë tjeton... Vish largo prej televizorit, lut na Bac, largo prej televizorit se na dëgjon përmes telefonit mjaftu shumë mirë. Na ljazonin, që ashtu thuj, na ljazonin, ju lutem. Atë ka ndodhë në erë me jetu për dikon tjetër? Valloj, si shkurt ka ndodhë, shkurt. Ka ndodhë, do më thonë, shkurt për me jetu për dikon tjetër, okej. Për jetu për motra dhe për vllazni, po ata unë kanë tradhtu shkun. Qka Në shkun atë botën tjetër. Pse të kanë tradhtu? E kanë lënë vetë? Po vallave që unë kanë lënë vetë ashtë në Plesni. Okej. Faleminderit që na ke thirr, po të përshëndesim shumë e përshofim. Baci. Ju përgëzoj për programin, jeni shkelqyshëm, të mrekullueshëm, ju dua shumë. Edhe na ty, na knaq dashnisat. Po më duket e vaskania ato të fundit dje që thash më naja pak më shumë dashnia den, po në pjesë dytë kum thon radio, po në kon tunangua den, edhe po vjen shumë mirë. Si ki. E kuqe e mbyllët. Jo bez fart. Ngjyrë bëjgjaku. Zdiç, ja. Si ka nëse. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje, u kënaqë. O, faleminderit edhe ti u kënaq gjithë. Sa është e pi? Dhe ta me thonë gjyshe. A ti se ka, është i mirë mos. Ja gjithë, atë. Sigur gjysh heq. Kush na telefonon? Inshallah e pret më po gjyshe. Faleminderit, po shpresoj. Gjyshe që shkemi ty. Që mirë. Mirë? Mirë shumë. Apo jeton, ose a ke jetu për të tjerat, apo për vete? Asa zotan, hëm për vete, hëm për tjerë. Shë ku me bojë, ku pas taksirat, që ashtu. Qështë edhe njëherë? Edhe për vete, edhe për tjertë? Po, kom jetu, valla. Që hajt pak, tregona pak ma gjërësisht, se më thu kështu? Aj pa thonë, për ka financa, kom jetu për shumë tjerë. A kështu, dhe me thonë për veti, kështu tjetën, dhe me thonë për veti, për familje teme, ka financa, kom jetu dhe për tjertë. Okej. Për ndime, dhe me thonë. Ani gjyshe, falimderit shumë që na thire. Në ndërë qofshë. Hajde, gjithat mirat, se shumë e qetë. Ju përshëndesim. Falimderit edhe na të përshëndesim shumë. Tu pregadit për na i farë sfilade të reja, e pesu got ke ka dal, se u lodh, ku dosh mi u do kilogram, ku dosh ka dal, su got ke. IPCO ka sjell disa oferta fantastike, fleksibile për ju që jeni me paravagim, edhe njerë po ju rikujtoj që keni pakot tip. E keni tip mini, tip super edhe tip max, se cila ka 200, 300 apo 500 minuta, varësisht cilën e keni ju të domosdoshme.
Edhe për internet, a doni 6 GB, a doni 16, a doni 30, varësisht nevojave punës apo çka do që keni, i vizitoni Ipkon ose edhe përmes website-it mundeni me i pa ofertat, edhe thjesht me një kod të thjesht e aktivizoni pakon që juve ju duhet. Po përveç kësaj keni pakot shumëta për rajon, për Evropë, për Amerikë, për kudo me Ipko. Alo, përshëndetje telefonata. Viber. Përshëndetje Arsim. Përshëndetje edhe për ty, si edhe si kalon? Mirë, falenderit, me ju e gjithmonë mirë. Po na vjen shumë mirë. Qysh është peja sot mirë? Peja sot vrante është, po koha është ashtë fina vjeshtës. Okej, se jo të na sot është koha e mirë. Më thonë, ka qenë për gjatë të ditës, koha e mirë edhe me diell. Hajde tregom, a jeton për vete a për dikon tjetër? Jetoj për 3 vajzat e mia unë, Arsim. Ti jeton për 3 vajzat e tua. Në çfarë kuptimi? Po kudesa për to se janë mjaft mirë tash për tash, po shpresoj që do të jenë kështu deri edhe më tutje. Okej. Faleminderit shumë që na ke thirr. Me nder qoftë, ditën e mirë. Kalofsh mirë, rroko ka njerëz që po jetoj kanë për vete, domethënë. Unë e di që smujna me jetu bashkë për vete, se po për këto, domethënë me hjek shtat familje se na pedina që kontributi që e bojna ose pjesën e jetës që ja kushtojna njerëzve më të afërt familjes, ajo është e kuptueshme, po dojna me ditë edhe për këto raste të tjera kur domethënë në vend që ti kishe dashur me shku në Bora Bora, ti je shku dikun tjetër. Po se dikush e ka qit në Instagram një foto dhe u dosh me shku me boj jetën atje për arsye se të ka pëlqyer më shumë Velipoj. Esenca është se po kur jetojmë fjalia ku a jetoni për të tjerët, ajo nënkuptohet që në momentin që po është prind ose edhe në momentin po themi që është ndoshta prej arritjeve kështu më të mëdha personale, po është shumë e natyrshme që jeton për familjen nga ai moment e tutje. Po na më shumë po pak për veti po. Po normal, nëse humbë veten, atëherë çka i duhet tjetrit? Shembull, kur doni me jetu për veti. Ideja është po apo jetojmë për të tjerët në aspektin që apo ndikohemi nga të tjerët, apo mundohemi me jetu në bazë të rregullave të tjerëve që na janë imponuar gjatë jetës, domethënë ke jetu në një rreth caktuar, në një shoqëri caktuar, edhe çdo është në shku në bazë të rregullave të tyne. Shembull, kur doni me jetu për veti, që don me një vend për me jetu për veti. Shkon në Swiss Diamond Hotel Prishtina, shkon ato spate mrekullueshme, e bën një jacuzzi, si sana, që janë Japoni spa, edhe kënaqesh, hyp nalt, tap një drekt, mira një dark, mirë, edhe i kanë dhomat fenomenale, edhe i thu sot jetova veç për veti, domethënë. Në 038-22-0000 për juve që doni me pas jetën vetëm për veti. Telefonata. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kush telefonon? Si alqove fore kështë po full me dikon tjetër bre. Po thash bre se gjithë i ndodh, beleza dhe mos t'ja bëj me qëllim. E njës që shqip? Mirë, jo, adin nuk po ndodh ashtu shumë gatë, po desa po fillaraj personi me full. Ose disa po përgjigjemi natë, ti po e vren që nuk jeti. Që shqia je mirë? Mirë me thonë se jam të lashe prej dhëmve. Pse? Nuk e di, më ka rrugë një dhëmë rafsh që një javë s'po gudzej tut na shumë për ju në shku të mjeku i dhëmve. Gruja zez, më është me mutu. Temën për fobi, do me thonë, e kemi pas njerë për fobi, pa atër e në konë qëtu gjarpnet, mend, do me thonë si sane. Kur se batë për me gati stomatologun. Ja nisin me mpik lata loci të shasi më shkëtaj. E nisa shpetë një videove njështë të moshuar që i shuajnë këto gjilpërat. Burrat zakonisht që nuk e hec se duhet. Hajde po dalim tim. Tregom ti apo jeton për vete apo për të tjerët? Pak për vete, pak për tjerët. Qëre fionë, derisa martohet njeri seriozisht jeton ndoshta edhe me ëndra. Okej, mirë është me ndërtu me kriju ëndra. Po, kur martohesh edhe i bën fëmijët, e je për mas. është pak ma ndryshe, është pak qërone për shembull nuk është që sjetoj për veti se njeri kur sjeton mas pari për veti do të me jetu se nëse si e për veti ta i s'ki me kon për kërkan. Po në thash për ma herët ka njerës që një kohë nuk kanë jetu ndoshta për vete, është dash me jetu për të tjerët po me kalimin e kohës e shonë që është gabim, do të me ndryshu.
edhe fillojnë me jetu për vete, pa interesu çka thot tjetri, çka thot ai. A ka ndodhur kjo për ty? Për çto jam zero, me të thënë drejtën. Do më thonë në këtë aspekt ti jeton për vete, nuk t'intereson çka mendon tjetri për jetën tënde. Jo, senet e mira i marr çdo herë, pavarësisht që e thatë edhe përpara për shembull apo ston dikush nëse unë mendoj që është e mirë, e marr, mirë po tash për shembull më shumë jeta jem është më shumë e lidhur me djalin. Okej. Çdo gjithkohë gjithçka bëj për to, besam që nuk jam e moshës vjetër, po sikur për shembull mos ta kisha pas që djalë sot me dik se kisha pas gojle. Po kështu, tham, ja, sa din me gjithë që s'ma vetë njëve kërkush. Jo nga njerë, po, fëmijët janë dobësia edhe forca e personit, kështu që e aq ma shumë kur e din që e kim diçka me një problem shëndetësore. Ajo është halo më e fortë. Ajo është halo më e fortë. Për shëndet shumë edhe faleminderit që na thire. Ju përshëndes. Për çafoj. Faleminderit shumë. Arsim përshëndetje edhe një përshëndetje të madhe pedin ti. S'ki nevojë më përshëndet, mu tash ta dërgoj një gjilpon të kallëzojmë ti. Hajde tun kalof mirë. Hajde kaloni mirë. Hajde tun faleminderit. Një mesazh më shumë i mirë, se s'po më i pa e lexu. Se Adi shumë rrallë na dërgon mesazhe, po kur na dërgon godet. Për veti jetoj, po thot deri në momentin që postoj një foto në rrjetet sociale. Përshëndes, Adi, je mrekullueshëm, gjithmonë i pi, domethënë që ashtu me spec djeks. Tani aty janë nis pak edhe për tjetër. S'kama, ty për momentin që e qite foton atin, jem tu knaq atin. Për vete, a për tjetë tu knaq? Tu e marë parasysh edhe hovin që kanë marë media sociale, Instagrami, TikToku, domethënë, ka njerëz që bukfalisht jetojnë për të tjerët, sepse krejt klikimet, krejt shikimet, krejt ndjekësit, krejt parat që gjenerohen, domethënë, prej jetës të tyre, ata bukfalisht jetojnë tash për të tjerët. Edhe çka do që bojnë, e bojnë për të tjerët, që është një farë lloj pune. Njerëz kanë lënë profesionet mëdhacim, kanë pas punë, profesione, zanate, edhe i kanë lënë, edhe janë fokusuar te rrjetet sociale se edhe po knaqen, edhe po punojnë, edhe po bëjnë parë. Midea kondicionerët që janë me inteligjencë artificiale, të cilët do më thonë përmes inteligjencës artificiale ju bojnë për me kursy 30% ma shumë energji elektrike, përveç shumë mundësive, funksioneve që i kanë, po përveç kësaj na për juve që po bleni çfarë do produkti Midea, jeni boni pjesë e lojës shpërblyese këtu në daljet Prishtinës, se keni pas tek ai rrethit e zona industriale, edhe mundri me shku me ble çfarë do pajisje Midea. Sa i përket komunikacionit, vazhdojmë që jeni ngarkuar qasja për tek rrethi i Çaglavicës në drejtim të Prishtinës, e ngarkuar pjesa poshtë Vetërniku deri tek rrethi i ambasadës amerikane, rruga Tirana me kolon po shihet në drejtim për tek rrethi prapa stadiumit Fadil Vokri, kolon e gjatë, edhe rruga Agim Ramadani nga komuna deri tek udhkryqi i Menzës, kolon e gjatë në këto momente. Okej, na po shkojna shpejt në Albimall, pastaj po rikthehemi, po ju presim me telefonatat dhe me informatat rreth komunikacionit. Për në vendlindje me zemrën plot dhe mendjen tek e ardhmja. Sjellë kursimet në Banka Raiffeisen dhe përfitoj interes preferencial për depozita me afat. Besoj kursimet e tua bankës së sigurt me tradit mbi 139 vjeçare. Askund si në shtëpi. Banka Raiffeisen. Make it happen. Kjo është bota për jetimit jetësor. Për jetimit që na ka ofru shumë. Na ka mësu e qysh mu vesh bukur, qysh mu dok tri kur i bojmë do vjet, e qysh mu dok serial s'kur duhet, qysh mi kombinu ngjyrat, e qysh mos me pas komplekse. Na ka pru premierat e filmave në të njëjtin ditë me krejt botën. Në fakt, na ka pru botën Kosovë. Na ka mundsu mos me pas nevojë me kalu kufinin për me bleni setër të mirë. Shkallëve ka me nejt, e lojt ma interesante që ta shilujmë krejt. Na ka kriju shprehje me familje mos mja huq as një vikend. Na ka mësu me bë dhurata speciale. E me kalu kohë kualitative me fëmijë. E me gjetë ushqimin më të mirë e më të freskët në vend. Që besa edhe online me porosit. Me padurim me prit Black Friday në dorë. E në dhjetor me dhurata me i gëzuma dashnit. Shumë qka në kam su. Po mas shumë ti. Na jemi
Mos u mërzit në heq në bankën tep, kemi marrë kredi për darsëm, po martohemi, po shkojmë muajnë e mjaltit, edhe kështu do të krijojmë kujtime të reja. Drive Me Crazy, në Klam Radio dhe KTV. Janë do saga që nisin e mbarojnë. Jemi rikëthy në 049978 po presim telefonata dhe po presim informata rreth komunikacionit. Petrol Company po ju pret në fush Kosovë, atje ku mundri me shku me marrë dizel e benzin për vetëm 1,19 për litër dhe me u bo pjesë e lojës shpërplyse për çdo rimbushje që e boni atje për 10 euro, merrni një kupon, do më thonë 22 kupona, 33 kupona, edhe mundri me qenë fitues potenciali një vetureje që po e dhuron Petrol Company. Keni mesazh interesant çdo, Liridoni po thotë Ngoja çka po thot? Hajde. Po mdoket po thotë unë më lind për gjyshen me jetu, tu kthy prej punës, ka shkuja ka bleni iPhone 17. Gjyshe dërgoma çata iPhone tek shyrja o 17-a 6, ashtot. Edhe po thot përshëndet ma, po thot gjyshen me vlude, po të përshëndet Liridoni gjyshe shumë. Edhe po të vjen me një dhuratë. Çfarë gjyshja me vlude? Le besoj kam ashtu gjyshen ja bën që 17 është ja ka shkruar për masa aty me kimik ja ka shkruar për 17. Ai kur shkon asaj fons është. Gjyshe këshir mirë. Mos ber që si provokime. Mos ber e këtyre mashtrimeve të nipave. Para vend se gjyshja mi blen nipit për shembull për ditëlindja iPhone 17. Po këto gjyshet tona të shkreta, gjyshat e kam pensionin e madh, po kanë ku milion. Shumë të mëdha e nuk po mojnë se spjaja, domethënë thonë me siguri tu mashtrutin ai san me thën këto të ardhura. Me 4 pensione, domethënë ta blejnë banesën. Ata do të marr 12 pensione për me e bleni një iPhone ani çka të shoh. Do marr telefonatën livret e çat kabel se po të bën. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Arsim ku je më i bukur jam. O, faleminderit shumë. Ku je ganeti, a je mirë? Unë jam t'ju pa me knaqësi të madhe edhe pja u shoh këto parsoleta ato që po bën. Edhe na jena tu bashkëbisedu me juve me knaqësinë më të madhe. Tregom gani a jeton për vete apo për dikon tjetër? Në sekund thash një herë ta bëj një kompliment si kemi më të bukur dhe më dorë se të na herë ti bën se veç fion fjalë të mira ty hiç atë do më ndru pa. Sa të bregani bonja shefin se tani nuk po durot to ai. Dikujna do të mja përmend dikush e din. Si më mos po na preket pak. Jo, pyetja shumë e logikshme. Ndëgjoj me vëmendje. Është pak, po kjo shumë përkon me neve, për shkak se më e mira e të mirës kishte më qenë që na kret jetojmë për vete dhe vetëm për vete. Por ne si komunitet, si shqiptar që jemi, nuk ka lidhje ku jetojmë, por origjina jon na imponohet shumë që të jetojmë edhe për tjetrin. Edhe shumë gjëra na ndikojnë. Për shembull, pse shkova atje, pse u vesh ashtu, pse i tha atij ashtu, kush i shoh taj, çka kish bëj, pse ka bëj kështu, se do marrë ke godicë. Ke godicë sot me përgjigje. Seriozisht? Po bre? Qese mos nuk falenderoj bre edhe ty, edhe t'ju përshëndes edhe tamam ke qëllu në tema ashtu që shprita unë e pri fillimet. Kemi nxene, kemi në kote, kemi në parqipin kote, shumë jemi të ndikum për tjere edhe me të mos duhet jetojme për të tjertë. Kështu që ju përshëndes që ka që respekt atje, faleminderit shumë gani. Faleminderit jonë që aprovove, faleminderit. Jo, ta mund puna se mos i jepe kompliment kjo, dash me thonë ty mire, tani ti mi thonë që ti je shumë e mire, se ne po, ta ndreshi terenin, okej gani. Për telefonatën tjetër, ti du i rëpove, jo e se pi, jo më që mos me plas, a e peç ka bu, do me këfut mikrofonin. Për veti, kur do me jetu për veti, edhe shkon e blen ju noz me gurë çmuar diamantit, mos ma qëtë në Instagram. Ma e për veti që aty. Po, nëse do me jetu për tjerë. Na gjithë po bëjmë thirje, po, bleni. Pse stojmë na qu, blej për veti një diamant, qashtu që shje dhe vetë. Ngëm. Ish më sprit për kërkojna. Mi ju tregu tjerëve që tha odi, që të në Instagram unë ta bëj like. Edhe, po, ma e vish për veti. Stolit shmuaratarit, linje diamantve, gjeni të Rubinin, qendër Prishtinës, e gjeni në Albi Mall dhe në Ferizaj. Këto e tri lokacionit, Ferizaj. Kolon qasja për të krejt Hiqa Glavicës, pas ka shku telefonata, okej. Ky rreth Hiqa Glavicës, do me thonë, është u bo horror për do që e kanë punën anej. Alo? Nese, jo veç e rreth, po të gjitha rreth. Jo, që se kem komunikacion edhe pjesë tjera. Se nëse kalon dy gjyshat rreth, jetë rrethi tjetër pastaj në kolon. Krejt rreth. Qasja për tek autostrada në Fush Kosovë nga fshati Vragoli është pjesë e ngarkuar. Pjesa hyrja në Prishtinë po shihet e ngarkuar deri tek udhkryqi i katedralës. E ngarkuar është pjesa nga fshati Shkabaj në drejtim për tek stacioni i autobusëve.
Hajde shkojna me Viber fillimisht. Alo, Viber. Alo. Okej. Përshëndetje. Me kë po flasim? Me një pensioner nga Uliçevi unë. Si je? A je mirë? Mirë. Vjen mirë. Mirë për mrekulli, me juve jemi gjithmonë mirë. Apo jetojmë? Një pjesë që na dalë të zi na që të rrap të qyrë më shumë. Faleminderit e vlerësojmë shumë. A mendon ti që na keni të edhe cima jetë gjotë. Faleminderit bashkë me juve. Shumë goja. Ti shumë e areshme, ka me zonë zotë 100 vjetë jetë ty. Faleminderit. Nese, 2 ora jo boll. 2 orë jo boll ditë. Po më rrallë për rëndësima. Bravo, se pivjani noti kur me thonë që shto. Se din kone në studio këto. Se di ti më lojve. Hajde rriti me to këqyri apo më rollësh ajo. Po me mu jenë të nejti 2 orë dhe u knaqën. Po, ti 2 orë kisha. Ama se misionit aty. Sa gjelozë është jonë. A peshe, nejse, unë kom po gjithë veç tash pëshirë. Ja, po kisha si ba ka Jeni të ja vërtetu kisha. Se do mos me pjesë shkoqe me kisha pa. Nuk po i lo radhë, unë po mdokët për me keshe, për me full. Na kanë kritiku që është një herë identi. Po kesh një shumë, po fal një shumë, e prej atëherë u bo pak seriositi. Ja, absolut. Emisioni ju është shumë maj mirë. Faleminderit e vlerësojmë. Apo jetojmë për vete apo për të tjerët? Kom jetue për vete, shtash valla jo. Si dojtë penzioni më dojnë. Tash për jetojnë veç për vete. Po, për 120 euro penzion, ku me jetu veç për vete. As për vete, thuj s'po moj e limo për tjerët. Nese, na nuk po flasim veç në anën financiare. Po, apo jetojmë për me ndas disa herë se nuk po duhe dhe me u përsërit mo. Jetoj, alo. Sa pi palën mujtë për mos baj gale? Jeton për fëmi. Po. Okej, une uroj që atë pensionin që përmende me pas edhe me një 0 mbrapa. Edhe me jetu tani buk palisht veç për veti, bile ka një herë minimu edhe ata tjertë. Qysh jarë mirë. Për fëmi, po qysh t'i vjen mirë. Edhe sholla ju 2 herë zotë ymer edhe 100 vjetë. Faleminderit bashkë me juve. Tregom ka sa pi palën mujtë. Ka 20. Vallaj, 120 euro cim ka 20 euro, s'ma shokmojë pali. 100 për bën rushekulla, e 20. Po ta nxën mujin. 20 euro në e zotë pim shef, e dove fitaj kafe. Okej. So pi thu që e ki pensionin në shpe 100 euro, s'po marrë ma shumë, adin? Po minalin atat bankës, sa di që pirë mirë bojnë. I ka ndohë Ja, e di në to. Pa i dijet, ajo s'ko shka, po dijet që aty ka me. Qash dvogla e në pensionin, sa që ka me vish me kesh metodë, me thonë. Shnosh kësholla kemi fëmin tonë. Faleminderit, përshëndesim, po. Tash t'i shkua e folja e adit, adin, ta po shkej. Jo, seriosisht. Se këta përmer shkojnë me marë pensionin. Po. Pensionerat, kej shkojnë me marë pensionin. Bile, me bo mus mu lajmë ru, gjdo 6 muj. Po ta hekin. Ta nalin edhe ato as nuk e diskutojmë, bile du të me shku mi ju tregu që jena gjallë. Po bëse kam bo me na i farvaj berë, mi aqu na i fota ati shka, po nese. E kemi bo një herë një ide. E kena bo ide, po ishë mëse, apet më kapin i farë sikletin. Aq ma shumë për ata zotëri dhe ato zonja, do me thonë që janë me aftësit kufizume dhe që du të me shku, mi thonë këshirë ma nonën babën. Alo, përshëndetje. Gjallësht, këshire. Përshëndetje. Përshëndetje, ashtë të kësor, si e si kalon? Mirë vëmderit ju, si kalon? Si është koha atje në hemisferën e juaj? Mirë po dukeni. Mirë është këto, mirë jemi në pritet e ardhes të një komite. Atje, a bjen shi ajo? Atje bjen kometa, meteor. Bjen edhe atje shi. E pse bjen shi ju atje? Tu nuk bjen, po këtu të na se s'ka shkollë. Me zri, bravo. Asta pas kanë shkollë. Jashtë të sorë, që 8 vjetë e ka. 12, këmë thonë, 12, mas 12 dhe më raj. E ku fjallën prej se ka njësë emisioni, e ka qëto. Mas 12 dhe e kry këtë farë pune. Jashtë të kësor. Urna. Jes, po ta bëja me pyetjen. Apo jetojmë për veti apo për të tjerët? Kjo është pyetja. Për tjerët zdi për veti për fol. Une mas pori kështë menu, thash që mora lidhen dreqim, hong, thash as nuk ka reklama e mollit, as nuk ka fundi emisionit. Ta kom dru sa ta. Tash thojnë qëre kë sa pa lidhe, ade prish i renin. Edhe e dyta të menu që ka me thonë se ade në gjitët për të kopën, ade se une me të drejtën unë jetoj sinqerisht për tjerët.
Ti jeton për tjerë. Po ton jetën vish për tjerë kam jetu. Bile edhe bukur të hathëm, ato që kam mund me menu tjerë se po që to sepse po bëj çto. Ton ku unë jam në atë zgripin, as që më thon e asaj mendimi që a beson unë alo nuk e di një veprim që kom bë për vete, do më që kom thonë sa knoqe pak qefin e jashtërsorit gjithmonë jo mënu me kuptu a knoqet e tjera se kështu menu aty të veni kur të është Fiona ditë që shkojna ka njerë kur kena nevoj edhe aty për tjerë Gjithë kapi barku po hi për njëndin. More çka thot ai mas me që hyn tani. Ai thot qa pas ka hongër kë, a din kushtë ti pas karane, veç mish baj. Edhe është e mirë se ti nuk je kur vet, domthon. Kur jeton për të tjerët, je gjithmonë veti s'di soti, domthon je. Veti dhëti s'kena konën akot, veti dhëti veti 100 të gjithë jena. Mu po m'vjen mirë domethënë që si egoist, që domethënë gjithçka bën për tjerë. Po, patjetër, egoisti unë egoizmin e kom personalisht. Ajo punë me tu për veti. Për veti, jeto për veti, po ta bëj. Do të më vesh për tjerë, do të me ditë çka po fol për tjerë. Ai për veti na shta hecki shumë, vish shumë dalë çfarë. Me pikate në vendet e saktuara për të tjerët. Unë ditë ula me hongër ditë në restorant Kolla Shtrajt ke, me him më thirrën ta për sherrën thirrën se ka mërzir restoranat, asi Nobel që ju thonë, edhe valloj biloj vike diçish pa lidhe prej vetët me hongërën që ashtu është trajt. Edhe i thash, a bën një vishtipi unë e thës do me hongër. Ba është mërë se ke orë të në thirë për me hongër? Ja, se këtë menem shkeke gjunadi tjerë. Qa thojnë tjerë. Që s'mojnë me orë me hongër. Qysh jashtë toksori po hanë kësi vene, po shpenzon ka të shumë. Ata shumë shumë. A mos po donë me krye emisionin me ka një fundit se zgote shumë. Na historie mos harro me qitë në për kësi vene. Pa të dhjene. Ade, qao, kalo shmi. Qysh janë nisi me zgota, din se asë jam i fundit, asa ne, ta një hajtë e këshyri të kry. Po dhe të kemi fundit. Me thonë, hajtë pelojnë, hiki është toksor atje. Hej, po du me falenderu shumë Jeta Baholli, që kujdeset gjithmonë për këto mini kaqorelat e mia këtu në emision. 044 604 807 është numri i Jetës, nëse doni me thirr për termine. Edhe me hy në rrjetet sociale, e keni edhe Facebook, edhe në Instagram, edhe në TikTok, edhe me pa punën e saj të mrekullueshme dhe krejt shërbimet që ofron Jeta. Bon vish frizurat e Fionës. Për çfarë do marrën e komplimente? Po pe dione. Për çka po mendon? Për ngjyrë, për flokë, për make-up. Ka më thon çdo flok më ndreq. Qa telefonata? Për u bora dhe unë. Hajde, Jeta Baholli. Alo, përshëndetje. O, përshëndetje Joz. Përshëndetje edhe për juve. Faleminderit, çu kemi sot? Hej, mirë që sot para ekranit me ju. Vjen mirë. Po ç'është më mirë. A e ke ndreq? Jo, s'mujtave. Alo, ma vonë. Apo jetojnë për vete, apo për të tjerët? Që pasat dhe shta me thonë në mullë edhe për vova dhe ma heret mi u mon lidhje thash me jetu për veti kur gruja qujo si t'ma i kafe. A që shmur është i me jetu atë për veti? Jo, ty po punon për të tjerët në këtë rast, nuk jetu. Për vete, a jetën për loqkën e shpirtit tënë. Të me kalzu që do me thonë, adin unë... Qesjat kafe grus. Bravo Brejoz, a një të shka kvalitet. Jo për ata po ati... Me rene kanë, një dit njoni. Jo për ata po mu s'thona i dajaka, din. Jo për ata po bash për që ata. Shka do është ta me thonë. Hajde jo. Që hup lafi, do me thonë, sa jo tuta ta hup lafin. Që si e djetis më unë është e. Hajde, jo që ashtu që shmonë është, hajde, dildim. Hajde, që po më nëna sinqerisht në të mundi shka. Po qëre, kom jetu me të vërtit, jo vetëm për veti. Ta jo mi sinqer, duhet me tregue. Po, ama ka qitë mirë kur i pik. Edhe kur ndryshove, kur... është një fojsi shumë e madhe. Në ti, mi amaru dikuj shevin, nëse me drejtu di kanë, është një fojsi jashtë zakonisht e madhe. Se nuk o vesh në një ditë, po duhet... është një jetë tonë për di kanë, po. është e për ditë jo, edhe do të thotë që disa vite, jo e këmë rotullu, laj tash ma shumë për veti. Tash ma shumë për veti. Po, nëse dikush një busjeshje, një kompliment, një shka, nuk pëjtoj, ja baj, me të vërtet ja baj. Bravo, Joz. Ja ndresh ditën dikujna. Po. Ma mirë se sa me pyet dikën ku ke çka bone pse shkove, ja thu një kompliment, një fjalë mirë, ja ndresh ditën edhe ja jap atë ndjenjën e lirisë. Faleminderit shumë Joz, përshëndes. Nera është edhe ju, ja e kaloni sa më mirë. Hajde gjithatë mirat. Faleminderit shumë.
Fundja. Jo, ushtriva me flajta pak e bona një sy gjëm që të shpejt duke me të na të tresa të folani janë jo. Jashtë toksorin 15 minuta fola. Jo, kur e nxuna unë vetën çka kish menuja jashtë toksore e pa I thash kallzova. Jashtë toksor, ta sillet ta ftill. Ai. Faleminderit shumë edhe për një ditë mrekullueshme. Faleminderit për këtë mesazhet, faleminderit edhe për telefonatat. A di çka kena harru? Kena harru mi marrë 2 emra dhe mbiemra, numra telefonit. Për zonja Zënjusha. Hajde se shpejt vin, jo, shpejt vin, pi presim qëtash. Kështu që nuk po presim iq për se e di që kanë më narë 2, po veç si ti kam këtu të konfirmume, kam ju tregu, për ndryshe edhe sot kena me I thonë 2 ehoken. 2 eho të gjirit, po. Kosova Gjop, po. Kështu që shpejt 2 emra. Emra edhe mbiemra, numra telefonit. Kaq mjafton. Këto dyja me Blerta është e para edhe Shëmsia është e dyta. U krytën, po më vjen shumë keq, do me thonë Gjëzit dhe Ademi e ka shkru, po te kishe qua dhe me numrin, po isha të dytë parat. Ka dhe për ty nesër, kështu që na përcjell nesër. Faleminderit shumë, mos harroni me bo ata që duni me bo gjithmonë me ep shumë dashni. Ju urojmë më të mirat. Faleminderit shumë që edhe sot e keni zgjedhur Glam Radion. Shihemi nesër, përndryshe në pjesën e dytë mund të na dëgjoni në glamradio.fm. Tung tung.